ceremoni merr një domethënie të veçantë, sepse shënon kulmin e një rrugtimi akademik dhe hapjen e një kapitulli të ri në jetën tuaj. Në këtë ditë festimi dhe reflektimi, ndajmë krenarin për arritjet tuaja, për përkushtimin, seriozitetin dhe sfidat që keni përballuar me dinjitet gjatë viteve të studimit. Urojmë që këto vlera të fituara dhe këto dije universitare të shërbejnë jo vetëm karrierës tuaj, por edhe zhvillimit të vendit tonë. Më lejoni të ftoj dekanin e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, profesori asociuar Miftar Ramostaçaj, për fjalën e tij përshëndetëse. 2025 të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore. Të nderuar prindër, familjarë dhe miq studentë, të nderuar të ftuar dhe kolegë. Sot jemi mbledhur për të festuar një arritje të rëndësishme, përfundimi me sukses të një kapitulli të rëndësishëm në jetën tuaj akademike dhe fillimin e një kapitulli të ri plot mundësi, sfida dhe horizonte të reja. Të dashur studentë, ju përgëzoj për përkushtimin, sfidat, këmbguljen që keni treguar gjatë gjithë këtyre viteve të studimit. Rruga juaj deri këtu nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por ju keni dëshmuar se jeni të aftë për përballoni sfidat. Të mësoni, të rriteni dhe të arrini në majat e suksesit. Sot suksesi juaj është edhe suksesi ynë dhe ne ndjehemi krenar për ju. Në këto arritje një rol të veçantë ka luajtur edhe familjet tuaja. Falenderoj dhe përgëzoj prindërit e familjarët tuaj, të cilët kanë qenë mbështetja juaj më e madhe. Shpreh milionët time për kolegët profesionistë, profesorët dhe stafin e fakultetit, të cilët me përkushtim dhe profesionalizëm kanë ndihmuar në formimin tuaj akademik dhe profesional. Gjatë vitit akademik 2024-2025, 14 studentë të fakultetit tonë kanë shpjeguar mobilitet e jashtë Shqipërisë, duke përfaqësuar me dinjitet universitetin tonë në institucionet e tjera ndërkombëtare, më të njohura europiane, po ashtu edhe studentë në nivelet e tjera dhe universitetet e tjera kanë qenë pjesëmarrës në fakultetin tonë, duke qenë vlerë shtuar në gjithë shkëmbimet tona akademike. Këto rezultate janë një përmbledhje plot me objektiva strategjike që synojnë forcimin e ndërkombëtarizimit dhe rritjen e cilësisë dhe të formimit universitar. Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore ka vijuar të zgjerojë horizontet akademike me programe të reja studimore. Këto programe pasurojnë ofertën tonë në të gjithë departamentet e fakultetit, duke ofruar mundësi të reja për zhvillimin profesional të të rinjve. Vlerë e shtuar në këtë vit është deka shkencës arkitekturë për trashëgiminë kulturore në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Barit në Itali, gjë të cilën e kurorzuam edhe sot me nënshkrimin ose me inaugurimin e këtij eventi shumë të rëndësishëm. Së dyti, master profesional në inxhinieri armatimin me profil navigacion dhe naval në bashkëpunim me Akademinë e Forcave të Armatosura, si dhe një vijon puna për përshtatjen e programeve të inxhinierisë elektrike dhe mekanike me programe të ngjashme në Universitetin Politeknik të Barit. Ndërsa ju përgatitet të indi hapat e ardhshëm, mbani mend se njoja dhe vlerat që keni fituar këtu janë një themel i qëndrueshëm për çdo rrugë që do të zgjidhni. Ju inkurajoj të vazhdoni të jeni kureshtar, të hapur ndaj dijes dhe të guximshëm në ëndrat tuaja. Shoqëria jonë ka nevojë për profesionistë të përgatitur, mendje kreative dhe njerëz me identitet. Dhe unë besoj se ju jeni pikërisht brezi që mund të sillni ndryshime të rëndësishme në shoqëri. Në emër të gjithë stafit të fakultetit, ju uroj sukses në karrierën dhe jetën tuaj. Uroj që gjithmonë ta mbani në zemër fakultetin tonë dhe të ktheheni përherë si ambasador të dijes dhe vlerave që keni marrë këtu. Urime Gjenerata 2025. Qoftë ky vetëm fillimi i shumë arritjeve të mëdha në jetën tuaj. Faleminderit të gjithë për pjesëmarrjen. Faleminderit profesor. Kam kënaqësinë të ftoj rektorin e Universitetit Ismail Qemali Vlorë, profesor doktor Aurela Saliaj, për fjalën e saj përshëndetje. I nderuar dekan, të nderuar anëtar të Senatit Akademik, të nderuar pedagog, të nderuar prindër, familjar dhe të dashur student. Është gjithmonë kënaqësi dhe privilegj e jashtëzakonshëm të gjatë të ndash me ju ditën më emocionuese të jetës tuaj të deritanishme. Besoj që konkludon jetën tuaj akademike dhe shënon fillimin e jetës profesionale. Familjarëve, prindërve dhe studentëve gjithashtu, unë dua në këtë moment t'u jap një falënderim të sinqert që ja keni besuar edukimin tuaj, edukimin e fëmijëve tuaj, Universitetit Ismail Qemali në Vlorë. Trupa akademike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore ka bërë maksimumin që të jap
më të mirën e ofertës akademike për këta fëmijë, për këta studentë. Dhe ajo çfarë doja të thosha është që pavarësisht se si ka qenë ecuria juaj akademike, pavarësisht se cilat ka qenë rezultatet e këtyre viteve, tani keni të gjithë mundësinë që të shkëlqeni në profesionet tuaja. Ky fakultet ofron një ofertë akademike në 2 drejtime shumë të rëndësishme. Në drejtimin e shkencave teknike, inxhinieri, navigacion, matematik, fizik dhe drejtimin e shkencave natyrore, biologjia, kimia, që janë pavarësisht nga numri i pak, ndërkohë që inxhinierit janë shumë të kërkuara, navigacioni është i kërkuar, shkencat kompjuterike janë jashtëzakonisht shumë të kërkuara, por edhe shkencat natyrore, biologjia dhe kimia po zën një vend gjithnjë e më të madh në nevojat e jetës komunitare, veçanërisht në aspektin e sigurisë ushqimore dhe të sigurisë mjedisore. Ofrojnë shumë mundësi për zhvillimin e kërkimeve shkencore, prandaj dhe potenciali është i gjithë aty. Unë uroj që të jepni më të mirën tuaj në profesionin që do të ndiqni këtë tutje. Uroj që ata që kanë mbaruar sistemin bachelor të vazhdojnë me sistemin master, sepse oferta që u jap është e shkëlqyer. Juve keni treguar veten që keni jo thjesht shumë potencial, por keni shumë vlera, duke u krahasuar me homologët dhe me studentët e universiteteve partnere. Këtë sot diplomohet Redi Çapon, është tu, djali, që është një nga studentët që na ka nderuar në prezantimet e ASEK-ut, duke impresionuar personat prezent dhe gjyqtarët, vlerësuesit e juris, me prezantimin e tij inovativ, kogell shumë të ndryshëm nga prezantimet deskriptive të studentëve që vinin nga vende të tjera europiane. Kështu që jeni formuar njësoj si gjithë studentët e tjerë të vendeve partnere, vazhdoni edhe ecni gjithmonë më përpara. Urime dhe suksese në ju. Profesorët të qëndroni, pasi duhet të shpërndajmë diplomat dhe certifikatat e studentëve ekselent. Ftoj dhe dekanin e fakultetit që së bashku me rektorin të shpërndajmë diplomat dhe certifikatat për studentët ekselent. Pasi është momenti të vlerësojmë përkushtimin dhe cilësinë akademike, duke dhuruar studentët që janë dalluar për suksesin e tyre gjatë studimeve. Këta studentë përfaqësojnë shembullin më të mirë të punës së bashkëpunoshme, disiplinës dhe nivelit akademik të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore. Ftoj studenten Marsja Abilaj të marrë diplomën dhe certifikatën e saj magna cum laude. Alessia Lelaj për të marrë diplomën e saj dhe titullin magna cum laude. Ftoj studenten Sabrina Avazaj për të marrë diplomën e saj dhe titullin e nderit magna cum laude. Ftoj studenten Arlinda Kakaçi të marrë diplomën e saj dhe titullin e nderit magna cum laude. Sabrina do të përshëndes diçka, e dëgjojmë lutem. Përshëndetje të gjithëve. Si fillim falenderoj stafin e mrekullueshëm të universitetit ku kanë studiuar, më pas falenderoj prindrit, të cilët më kanë mbështetur për gjatë 3 vite dhe në fund këtë certifikat dhe këtë titull ja dedikoj vllait tim Lart Michel. Shumë faleminderit. Ftoj studenten Sara Papa për të marrë
studentin Regi Çapaj për të marrë diplomën dhe titullin e nderit cum laude. Ftoj studenten Qisja Emeri për të marrë diplomën dhe titullin e nderit cum laude. Ftoj studenten Angela Dulaj për të marrë diplomën dhe titullin e nderit cum laude. Ftoj studenten Kestiana Sulejmani për të marrë diplomën dhe titullin e nderit cum laude. Ftoj studentin Fetima Alaj për të marrë diplomën dhe titullin cum laude. Jo diskrimini me gjinore. Bravo, qoftë. E vërtet të edhe që dash në shyrë në një tekst. Kështu që ato bërë të piko më pak në e pasi. Kam nga të Shqipënjoj. Urime vetë. Tani të bëni foto të pak. Jo, ka ne. Po. Ju falenderoj rektore e Universitetit dhe dekani. Faleminderit studentët ekselent, shumë suksese në vazhdimsi. Dhe është momenti të vijojmë me dorëzimin e diplomave master, një arritje që vjen pas një periudhe studimesh më të thelluara dhe specializimi profesional. Ky cikël përfaqëson jo vetëm zgjerimin e njohurive, por edhe përgatitjen e studentëve për të hyrë me kompetenca në tregun e punës dhe me sfida të reja akademike. Ftoj përgjegjësin e Departamentit Shkencave Kompjuterike, Dr. Alketa Hysto, për dorëzimin e diplomave master shkencave kompjuterike. Ftoj studentin Lindi Besnik Zahaj për të marrë diplomën master i shkencave në shkenca kompjuterike. Ftoj studenten Sabrina Habibi për të marrë diplomën e saj në master i shkencave kompjuterike. Faleminderit profesore. Ftoj përgjegjësin e njësisë së shkencave detare, profesor Dr. Kristofor Lapa për dorëzimin e diplomave master profesional në studimet e avancuara detare. Në ratë të parë, falenderoj familjen time, ka shumë mbështetja ime më e madhe. Ju dua. Falenderoj stafin akademik dhe të gjithë studentët. Shumë faleminderit. Urime Sabrina, ftojmë studentin Adriano Malaj për të marrë diplomën master profesional në studimet avancuara detare. Ftoj studentin Kristi Kanani për të marrë diplomën master profesional në studimet avancuara detare. Ftoj studentin Flori Braushaj për të marrë diplomën e tij.
Teknologjisë detare, Dr. Bullum Cacaj për dorëzimin e diplomave Master Profesional Operacione Industriale Navale. Anisa Telharaj për të marrë diplomën. Bachelor në Inxhinieri Elektrike. Ftoj studentin Arbri Cenaj. Nolada Jorgji për të marrë diplomën e saj. Në vijim prezantojmë një student të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, i cili përfaqëson me dinjitet, jo vetëm veten e tij, por edhe shumë të diplomuar të tjerë që kanë ndërtuar karriera të suksesshme. Ftoj zotin Lorenz Rexhepaj, aktualisht shef i Kapitanerisë së Portit Detar Vlorë, për të ndarë me ne eksperiencën e tij dhe një mesazh frymëzues për të gjithë studentët. Të nderuar drejtues të universitetit, profesor, prindër dhe student. Urime dhe suksese të mëtejshme për të diplomuarit e gjeneratës 2025. Sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për ju, po dhe për mua që janë pjesë të kësaj ceremonie, pasi jam një student i këtij universiteti brezit 2000-2004. Në këto vite nuk ka qenë thjesht leksione dhe probleme, por ka qenë vite transformimi. Nuk kemi mësuar shumë gjëra nga leksionet dhe nga librat, por kemi mësuar dhe artin e menaxhimit të kohës. Mbi të gjitha keni mësuar se asgjë e vlefshme nuk vjen lehtë. Çdo notë e marrë, çdo projekt i dorëzuar dhe çdo sfidë e kaluar është vullnet dhe dëshmia juaja për të mos u dorëzuar. Sot ky sukses nuk është vetëm juaj. Mbrapa çdo student të diplomuar qëndron një ekip mbështetës, duke filluar nga prindrit, familjet tuaja dhe profesorët. Të nderuar student, sot të mbyllut kapitulli dhe hapet librin e jetës reale. Disa prej jush do të vazhdojnë studimet master, të tjerë do të hyjnë në tregun e punës, në sektorin privat dhe në ato shtetëror. Ku ashtu si unë dhe shumë kolegë të mi, kemi ndjekë të rutinë dhe vazhdoj të japim kontributin tonë. Diploma që ju mbani në dorë, provon se ju zgjidhni problemet dhe dini testin përpara. Mos keni frikë të guxoni, mos keni frikë të bëni pyetje, por mbi të gjitha mos harroni të jeni njerëz të mirë. Në fund të ditës, suksesi nuk varet vetëm nga titujt apo nga rroga, por nga ndikimi pozitiv që keni lënë te njerëzit rreth jush. Jeni krenar për atë që keni arritur sepse meritoni. Urime diploma 2025. Sukses. Faleminderit zoti Rexhepaj. Është momenti të akordojnë diplomat të ciklit bachelor, një moment që shënon arritjen e parë madhore në udhëtimin e tyre akademik. Ftoj përgjegjësen e njësisë bazë të shkencave kompjuterike, Dr. Alketa Hyso, për dorëzimin e diplomave, bachelor në informatik, bachelor në shkenca kompjuterike dhe bachelor në teknologji informacione. Ftoj studentin Aleksandr Mitkolli. Alessio Dashaj. Anda Deromemaj. Dyson Labaj.
Enea Andoni. Enea Dimitri. Erikleja Ferraj. Isuf Gashi. Ioni Kadënaj. Lady Tragaj. Lady Shehu. Maggie Malay. Menelaos Toti. Ordito Japay. Renaldo Ferrolari. Ushtar Dëksani. Filloj me studentët e degës informatik. Të rast Ariol Sulaj. Arlin Ago. Brigen Ciapi. Fioralda Hila. Igli Bego. Jonida Luçaj. Jonida Luçaj. Leviana Bufar. Megi Mezuraj. Redona Bushi. Enver Jaferaj. Florian Camberaj. Nuk është Floriani. Ktoi përgjegjësin e njësisë bazë të shkencave detare, profesor doktor Kristofor Lapa për dorëzimin e diplomave bachelor në navigacion. Ktoi studenti Lady Liçka. Casey Memaj.
Maritlen Zykaj. Reinaldo Taushaj. Mirëmbrëma të gjithëve. Përshëndes të gjithë Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore, përshëndes stafin pedagogjik dhe shefin e departamentit Kristofor Lava. Urime, suksese, faleminderit profesor. Ftoj përgjegjësin e njësisë bazë të biologjisë, profesore asociuar Denada Sota, për dhënien e diplomave bachelor në biologji. Ftoj studentin Arben Kasaj. Edmira Dapaj. Peggy Begaj. Silvia Delaj. Ermelinda Skënderaj. Jonida Gega. Nuk është Jonida? Jo. Suksese, profesori do të shkota apo do uleni? Janë akoma. Si ka mundësi? Jo, se mos ka të paguaj. Ftoj përgjegjësin e njësisë bazë të inxhinierisë teknologjisë detare, doktor Kolumb Casaj, për dorëzimin e diplomave, bachelor në inxhinieri mekanike dhe bachelor në inxhinieri elektrike. Feolinda Shyti. Lerin Metaj. Dionis Beqiri. Dionis është? Eri Braka. Lorenz Hyka. Nefeli Bachaj. Remiso Troka. Është Remiso? Hajde. Sajan Miho. Vasilian Zuberaj. Jeffrey B.
Filaj. Është problem. Elvis Milo. Esi Havaraj. Janë të dy. Flavio Tabaco. Flavio. Atelio Kuçaj. Kjo nuk ishte? Henry Alushaj. Petro. Maldor Abilaj. Renald Seferaj. De Giuliano Lutaj. Faleminderit profesor. Ftoj profesor i asociuar Hajdar Kriçaj për dhënien e diplomave bachelor në biologji. Saj. Flutura Mataj. Angela Sheremetaj. Artiola Çobaj. Semina Kuçiaj. Profesor Arben Baushaj për dhënien e diplomave bachelor në matematikë. Arlisa Bulaj. Po. Ftoj pedagogjen Anisa Myrta për dhënien e diplomave teknik laboratori 2 vjeçar. Alberto Shpata. Arnelin Dorti. Blerta Lalaj. Daniela Alushaj. Dorina Vockaj. Elisabeta Rapushaj. Eliada Haruni.
Eristina Sinanaj. Eriola Qela. Era Meçaj. Fabiona Meno. Feriate Pejzula. Gerona Çobo. Marieta Pashaj. Nurvete Hoxhaj. Nadire Kardashi. Nebila Kukoshi. Jam këtu. Faleminderit. Kjo që vinë është? Nebila është? Nimete Sherifaj. Olti Çiftçi. Paula Memaj. Rajsi Kekaj. Paula? Rachel Bushaj. Rudina Harunaj. Si e quajnë të vajzën? Helena Ademi. Sidora Tarushaj. Dhe Silvana Nuçaj. Sara Yazar. Që të japim? Sara Yazaj. Faleminderit, profesore. Urime suksesit të gjitha. Ftoj pedagogen Dr. Vlerta Laze për të dhënë diplomat në programin 2 vjeçar Akvakulturë dhe Higjiene Produkteve të Peshkimit. Edira Vasili. Evisa Strataj. Hanushe Koteli. Jorgash Gulo. Leonardi Hoxhaj. Mjaftime Musaj. Geristot Gockaj. Jordaçi? Nuk ka ardhur. Ishte atë Jordaçi. Mjaftime? Jo, një Aristotin, s'ka.
bashkë. Dy vajza nuk janë prapë, të dy pas janë. Faleminderit. Suksese të gjithëve. Suksese të mëtejshme të gjithë të sapo diplomuarve. Uroj që kjo diplomë të jetë si një bazë e sigurt në hapa që do t'hidhni dhe do t'ndihmojë të ndërtoni një investim për të ardhmen tuaj profesionale. Dhe momenti që të gjithë kemi pritur erdhi. Ju ftoj të numërojmë së bashku dhe pastaj bëjmë hedhjen e kapelës. Eja në mëtej. 3, 2, 1, urime! No fear, no doubt. If you feel it in your soul, let it shout.